gjatë karrierës tij është treguar një administrator i mirë i partisë dhe i pushtetit, po jo një politikan i mirë dhe jo një diplomat i mirë për Shqipërinë. Që ka pasur shansin historik të shënojë në jetën aktive kulmin e tij politik dhe fundin e tij politik. I vetmi shërbim që mund t'i bëjë Shqipërisë të shkruaj kujtimet e tij. Ndoshta njeriu me postë të dhuruara, them drejtë, ka dhënë pak Shqipërisë dhe krijoi sistemin e parë klientelist, të cilët sot e kanë perfeksionuar partitë e mëdha. Ne shpërndoroi shansin historik dhe u mundua të limitonte liderit për i cilët duhet ndarë. Mendoj që është një aksident historik. Zoti Doshi nuk është politikan. Është një nga njerëzit që e njeh më mirë shtetin, por nuk ka arritur dot ta kanalizojë dijenin, aftësinë dhe mundësinë që ka pasur në të mirë publike. Kur i dëgjon janë interesant, po kur i ke nga afër dhe i dëgjon nga afër, bashkëbisedon, e kupton që janë modele të vjetra politike. Krijimi i partive kryetar është eksperiment i dështuar dhe është e habitshme që njerëzit e lezuar se kanë kuptuar këtë gjë përfshi në ky rast. Mendoj që është ndoshta kryetari vetëm në Shqipëri që paguan aktivitetet e veta. Të jesh i majt modern, do të kesh kurajën të distancohesh nga majta tradicionale në Shqipëri dhe nga trashëgimia e saj katastrofale në Shqipëri.